Shikues ndruar të televizionit të bojnë përshëndetje. Ja ku jemi së bashku edhe këtë 6 prill që shënon kryengritjen e Majtësisë së Madhe, plot 109 vite që nga ngritja e flamurit shqiptar në Bratil. Shpresoj që në pamundësi që si vjet të festojmë të gjithë të bashkuar, shpresoj që jeni duke festuar në shtëpi tuaja. Atëherë pra keni pasur mundësi që deri tani të ndjekni dokumentarin Historia e jetës së Dexhë Lulit, gjithashtu dhe atë të Trix Malës, manifestimin i cili është mbajtur me 6 prill në Bratil gjatë vitit 2017 dhe atij që është mbajtur vitin e kaluar tek shtëpia e Muzeut Dexhë Lulit. Ne në vazhdim do ju sjellim mesazhet të cilat kanë ardhur në rastin e kësaj feste, gjithashtu dhe një përmbledhje të materialeve të manifestimeve pra të shumta me rastin e 6 prillit, kryengritjes së Majtësisë së Madhe, insertën nga performanca të shumta të shoqërive kultur-artistike pra nga Malësia vite me radhë, gjithashtu dhe poezin nga interpretuesit më të mëdhenj të poezisë shqiptare, siç janë Mirush Kabashi dhe Reshat Albana, gjithashtu këngëtar shqiptar, kori i shkollës fillore Mahmut Lekiqe dhe të tjera. Do ndjekim në këto momente së bashku. Ushtrimi në të gjithë trollin shqiptar, pas qindra vjetëve kushtim dhe mirim. Kaluan shumë shekuj, në luftë të tashta me shëndosh të ndryshme. Populli tashmoj lorë prej luftave të shumta e tjetër. I vakur nga Skonja Loria, por i forcuar në momentin e gjatë për shtirimin e vetë. Të odesur nga kurat e menqur, e trimët e Muensi, Ismail Semali, Luis Burakusi, Hasan Prishtine e Tënduri, e shumë të tjerë, nuk do të zubat. Luftat e shumë të lëzgjati djerë në shekuj, qëndresa, sakrifica dhe të besa vanë, pronë ditët e rinis, pronë atë ditë që u prit asgja, pra erdi ditë e madhe, ku ngrirë flamuri i rinis. Flamuri kuqësi.
Shikues nderuar, këtë 6 prill që shënon 109 vjetin nga ngritja e flamurit shqiptar në Bratil, në pamundësi që të festojmë të gjithë të bashkuar siç jemi mësuar vite me radhë, edhe pse të ndarë fizikisht, jo edhe shpirtërisht. Kemi mbështetje të shumta të cilet na vinë dhe në këto momente ne kemi në linjë direkte nënkryetarin e Parlamentit të Malit të Zi, zotin Ngenci Nimambegu. Zoti Nimambegu, përshëndetje, faleminderit që jeni lidh së bashku në këtë ditë kaq të rëndësishme për të gjithë shqiptarët që jemi mësuar posaçërisht këtu në Malësi të gjithë të festojmë së bashku, por në pamundësi ne dëshirojmë që t'u drejtoheni qytetarëve dhe teleshikuesve tanë të flasim disa fjalë më të rëndësishme për këtë datë. Po, faleminderit një herë për mundësinë që më jepni që t'i drejtohem të gjithë qytetarëve të Malësisë në këto momente dhe të gjithë shikuesve të TV Bojinit në këto momente kur edhe ne këtu nga Ulqini edhe ju në Malësi gjendemi në një situatë fare të jashtëzakonshme dhe të paprecedente, por sigurisht që ne duhet të kemi moralin e lartë dhe duhet t'i uroj gjithë malësorëve festën. Kjo nuk është vetëm festa tyre, shembulli të Gjanlulit është një shembull kombëtar I cili na ka nderuar gjithë neve. Nuk di kujtohet në një rast në kuvendin e Malit Zi, më thash çka është Malizi I vjetër për malazezët, ashtu është Tuzi për shqiptarët. Është esenca e rithëmelimit të kombit ton, të ngritjes së flamurit kombëtar pas 400, nëse s'gaboj 69 vite, dhe kjo do të thotë që kombi ynë sido kudo edhe në momente më të vështira ka pasur heroj, ka pasur jo vetëm një, por shumë nga ato të cilët e kanë ditur të çmojnë të qenurin shqiptar dhe në këtë rast t'i uroj edhe një herë gjithë atyre festën e 6 prillit. Atëherë, zotin Nimambegu, mua më mbetet që t'ju falenderoj shumë që ishit me ne në këtë ditë kaq të rëndësishme. Shpresoj që jeni mirë edhe ju në Ulqinë dhe të gjithë së bashku të kalojmë këtë situatë krijuar sa më parë. Po, së pari unë dëshiroj që komuna e Tuzit sa më parë të dalë nga kjo karantena. Nëse jo kësaj jave, besoj që brenda ditëve do dilet nga ky lloj I cenimit televizjes dhe që së shpejti të gjithë të ngrejmë një dolli në një eveniment që cilë do të festojmë shumë gjëra të tjera të dhe 6 prill. Faleminderit. Faleminderit juve. Në përmale zanat ku janë rrit në 7, një djalë hot janë, kur ish rrit për me kaputën varun mur, e la hutën varun mur, e la hutën hej. Kish marr flake dje katunin, armë të gjata në krah, I vuni, bashk luftar I boletinit, dhe gjon luli trabojinit, dhe gjon luli trabojinit. Anem ban e ju habzani mor jehon, por si Ermali, Turgu pasha polsho gjam, Tokaj dridhej për narkam, Tokaj dridhej për narkam, o hej. Se ndeqit që ngrit flamuri, dore mbajtën trim, e burri bashk luftar I boletinit, dhe gjon luli trabojinit, dhe gjon luli trabojinit. Si vjetë 6 prillin po e shënojmë në izolim. Pa fest, pa pomp, pa homazhe. Si lider I Lidhjes Demokratike Shqiptare, e cila që 30 vite bën homazhe në Bratil, isha sot sa por të përkullur para aty në gurëve të larë me gjakun e të parve, por e bëra këta në emrin e gjithë atyre që kanë dalur tash 30 vjet, dhe në emër të atyre që kishin dalë sot, sikur të kishin pas ndonjë organizim. Gjithsesi, Malësia meriton që ky 6 prill t'i urohet edhe për faktin se si mjet në këtë rast, në këtë prill, Malësia dëshmoi se është ajo Malësia e banorëve Malësi dashës, Malësia që faktikisht bëri çmos për të ruajtur ata për çka është sakrifikua deda
me bashkëluftarët e tij për ata për çka u bë kryengritja, pra për të ruajtur malsinë. Ne ishim në këtë mision dhe për ata edhe sot jemi në izolim. Uroj që në të ardhmen të festojmë dhe të bëjmë homazhe ashtu si meritojnë. Por mendoj se mënyra se si është shënuar 6 prilli si vjetëm malësorëve të kësaj gjenerat u garanton vendin në histori, sepse edhe me faktin se si u zbatuan rregullat dhe kërkesa për të qëndruar në izolim, edhe me faktin se ju bashkangjiten festes për të ndihmuar, qoftë pushteti lokal, qoftë vullnetarët, qoftë donatorët e shumë këtu dhe nga diaspora, u dëshmuan se malësia është ajo që ishte, ajo që edhe të kaluarën u shërbej të tjerëve për shembull, besoj se edhe këtë herë malësia shërbej për shembull. Dhe në fund duke uruar shëndet të prekurve nga koronavirusi, duke falënderuar të gjithë ata që na ndihmuan që të përballohemi me këtë sfidë të shekullit ton, me shpresë se do t'ja dalim pra pa pasoja, duhet që gjithë malësorëve, gjithë shqiptarëve të uroj 6 prillin, ditën e ngritjes së flamurit kombëtar, për herë të parë këtu në Bratilën tonë, 500 vjet pas vdekjes së Skënderbeut. Urime. Atëherë, shikues të nderuar, ne kemi edhe në linjë direkte edhe një person tjetër me të cilin jemi mësuar që të shënojmë këtë datë të rëndësishme për të gjithë ne. Me ne është kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, zoti Faik Nika. Zoti Nika, faleminderit që jeni lidh në këtë ditë të rëndësishme për të gjithë ne. Ne jemi mësuar edhe viteve të tjera të festojmë të gjithë të bashkuar me manifestime të shumta, ku pjesë e këtyre manifestimeve ka qenë dhe Këshilli Kombëtar Shqiptar, por gjithsesi nuk na ndal edhe kjo në distancë që t'ju drejtohemi teleshikuesve tanë edhe të thojmë ato fjalët kryesore sa i përket kësaj date historike. Së pari ju falenderoj juve si media të cilët po bëni një punë të mrekullueshme nga kushtet në të cilët ndodhemi për të përcjellë mesazhin të gjithë shqiptarët për këtë datë të rëndësishme. Atëherë, çfarë mund na thoni mbi këtë datë dhe patjetër mesazhin tuaj për qytetarët tanë? Sigurisht, për gjithë shqiptarët kudo që janë dhe kudo që na ndëgjojnë, data 6 prillit është një datë me rëndësi të jashtëzakonshme historike për mbar popullin shqiptar, për vetë faktin sepse i paraprin ose ishte pararendëse e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, siç e di me 28 nëntor 1912, ndërsa kryengritja e Marsis si njihet, patriotit dhe adhetarit të shquar Degjon Lulit me bashkëpushtettarët e tij, të cilët me 6 prill 1911 në majën e Deçiqit ngritën flamurin kombëtar pas shumë shekujsh dhe i dhanë të kuptoj gjithë pushtuesve sepse populli shqiptar don liri dhe pavarësinë e trojet e veta autoktone në mbar trojet e tyre. Dhe për këtë ato ishte një simbolike jashtëzakonshme dhe fuqishme për të demonstruar identitetin ton kombëtar, i cili për shekuj me radhë ishte i ndrydhur si shkak i pushtimeve dhe pushtuesve të ndryshëm, të cilët na kanë kaluar në këto troje ku ne jetojmë sot. Dhe për këtë arsye, data 6 prillit jo vetëm që duhet të kujtohet, por duhet të shënohet solemnisht në të gjithë treva shqiptare kudo ato janë. Në veçanti edhe për neve në Maltezi, në Këshilli Kombëtar tradicionalisht këtë festë e ka shënuar në një formë dhe në një mënyrë tjetër, po ashtu edhe këtë vit ne kishim në agjendën dhe në planin tonë të punës për këtë vit shënimin e kësaj date me kaq rëndësi historike dhe ishim në koordinim edhe me grupe të ndryshme, shoqata dhe institucione të ndryshme edhe nga Malësia, por edhe nga treva tjera që ta shënojmë këtë datë. Mirë, po për shkak të rrethanave në të cilat tani më ndodhemi jo vetëm ne, por pothuajse gjithë planeti, jemi detyruar që ta ndërpresim këtë aktivitet solem, por jo të kufizuar të përçojmë urimet dhe mesazhin dhe kujtesën e kësaj date me kaq rëndësi, si thash në fillim, për mbar kombin shqiptar kudo që ndodhet. Atëherë, zoti Nika, më mbetet ju falenderoj shumë për këtë mesazh që jeni drejtuar shikuesve tanë, me shpresë që ju jeni mirë dhe të gjithë së bashku të kalojmë këtë situatë sa më parë dhe që të bashkohemi të festojmë datat të tilla të cilat na bashkojnë të gjithë shqiptarëve. Sinqerisht ju falenderoj edhe një herë shumë dhe ju uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë gëzuar këtë datë kaq të rëndësishme, domethënë 6 prillin, një datë me shumë rëndësi për kombin shqiptar dhe uroj që të mos harrohen kurrë
veprat e patriotëve dhe bashkëpunëtarëve të Degjon Lulit, i cili padyshim ishte prisi i tyre. Ju përshëndes gjithëve dhe përshëndes shqiptarët kudo që ndodhen. Gëzuar. O trëndafili malësis, në qaftë hotit, unë da bota jonë, e unë shpeshu tërpërova për parafletës së bardhë, që më deshta mush me shkronja të zeza të pa fuqis. U tërpërova për paradheut, pa mëm, po dhe mëmës, pa dhe, se njera pa tjetërën, nuk bëjnë do të më dhe. Një natë, më the disa fjalë të moqme, në ëndër. Më the jemi tre, unë, ti e dhimbja. Po nëse vjen, dhimbjen do ta mund me ty. E nëse nuk vjen, dhimbja do t'na mund të dy. Të thash, jam me ty, dhe ne po flasim me një zë, por ëndra iku, e ne nuk ishim një. Të rëndafili malësis, sa do doja të më shponin gjëmbat e tu, e të ndjenja dhimbjen tënde në thellësin e shpirtit, e të përgjake i trupim, për hir të aromës sate. Se syri mërsitur nga mungesa saj që e donë, janë syrit mërsitur nga prania saj që nuk e donë, e jeta pa ty, më bën që as një pamje të mos mi knaq këta dy sy. Mase nuk di të shkruaj, po dhimbja më bëri poet. Këto fjalë nuk vi në bot nga mandja, po nga madhin darje, si mund të thot goja, atë që shpirti se ka brënda ti, e si mund të shkruaj e të mos jem vetë poezi, dhe si do të putha dhe njëherë, o të rëndafil në malësi, që të mbat nëndë si puthja e përgjakur në histori. 104 vjetor, 104 plagë në shpirtin njerësor. Muaj prill, ky muaj që ndanë po thuaj se mesin e vitit, më kujton ditën kur do të ndahet trupi prej shpirtit, e trupin suale do të amanet, sa i takon tokës, a shpirtin suale do të amanet, sa i takon qiellit, amanet vetëm këtë poezi, tu a lexonit të gjithë miqve të mi, për të rëndafilin tim të vyshkur, në malësi. Ajo, për të rëndafilin tim, që nesër do të lullzoj në malësi. Dhe shiko së ndruar në vazhdim, ne në linjë direkte kemi historianin Mark Junça, i cili sa i përket datave historike, posaçërisht edhe 6 prillit ka dhënë një kontribut të madh përmes aktiviteteve të shumta, gjithashtu dhe dokumentare dhe materiale të shumta të cilat i kemi punuar së bashku, gjithashtu dhe me historianet e rinë dhe të cilat materiale disa nga ato do kemi mundësi që t'i ndjekim gjatë ditës së sotme, ku do transmetohen. Zoti Junça, faleminderit që jeni me ne në këto ditë të vështira të mesisë, ku nuk po kemi mundësi që të shënonojmë këtë datë të gjithë të bashkuar, por patjetër dëshirojmë që të cekim dhe të përcjellim atë mesazhin kryesor të teleshikuesit tanë mbi rëndësinë e kësaj date. Përshëndetje për të gjithë, spari përshëndes televizionin Bojin, sikurse edhe shikuesit, mirë po spari televizionin për arsye se thjesht në këto ditë të vështira po na lehtësoni edhe karantinën, duke na përcjellur, duke na dhënë lajme, informacione të tjera, ashtu që si çdo herë përshëndes këtë herë edhe më shumë se sa herët tjera. Siç e cekte ju vetë, domethënë tash sa vite rresht merremi në një formë ndryshme, herë me nxancë, herë me diçka tjetër, për të përkujtuar këtë datë, pra thotë 6 prillit. Dhe thjesht këtë vit diçka shumë interesante, domethënë duke
parë këtë përhapjen e këtij virusit, gjitha aktivitetet janë nalur etj, ashtu që si vjet do të kaloj pak më ndryshe. Mirë, po më vjen mirë që sparit nuk e keni harruar këtë datë, me kanë thënë data më e rëndësishme të themi e marrësisë madhe, por edhe një ndër datat e rëndësishme të kombit shqiptar. Dhe do të shfrytëzoj rastin që sparit të gjithë malësorëve, gjithë shqiptarëve, të uroj ditën e 6 prillit, ditën e ngritjes flamurit në Deçic, me të cilën ngjarje dhe me të cilën ditë do thotë paret tanë, me të cilët e besoj gjithë ne jemi krenar, treguan se për çka luftuan. Pra thotë, luftuan për atë flamur, të cilin e ngritën, të cilin e lanë edhe me gjak, nuk e kursyen pra thotë as jetën e tyre, jo më diçka tjetër, ashtu që thjesht nganjëherë i përmend jo ato shënime që kemi bërë kështu, 2-3 raste dhe kam cek që nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, pak kësaj pjesë e madhe pa drejtësi. Për arsye se në botimin e historisë popullit shqiptar, për shembull nuk e cekin as pak sa është ngrit flamuri, ndërsa kur vin knejna e cekin. Domethënë shumë është interesant të ndrojnë pak atë lojën, ashtu që do të ishte mirë që të gjithë do të angazhohemi dhe të themi thjesht ta ndryshojnë atë. 6 prilli pra thot një ndër pikat më të rëndësishme të kryengritjes, siç e dimë gjithë kryengritja filloi me 24 mars vitit 1919, kur u sulmua pika kufitare apo të themi kështu më mirë kausha e Rafshës. U mora ajo kaush, masanej kjo kryengritje përhap në të gjithë malësi, duke përfshirë pra thot Hotin, Grudën, Kelmendin, Kastratin dhe Shkrelit. Këto 5 bajrace, u kyçën o 2 bajrace të tjera, Trieshill dhe Koja, po them kështu u kyçën për arsye se këto 2 bajrace të tjera me Kongresin e Berlinit ishin në malit të zi, pra thot nuk ishin në zonën Knej, me kanë se kufini për momentin ishte tek ura e Zhanicës. Dhe një pikë të shkurtër pra thot ta me 6 prill dhe veç 6 prillit duhet cek për 23 qershorin apo memorandumin e Greqës, Konventin e Greqës ku u sjell pra thot libri Kuc, dhe çka është më rëndësia unë herë ta potencoj, u tregua se përse luftuan me anë të flamurit, me anë të memorandumit të Greqës, dhe me anë të asaj se mbas kësaj qëndronin 2 figura të rëndësishme të historisë kombëtare, sikur si janë Ismail Qemali dhe Lujzë Gurakuçi. Dhe kjo kryengritje, për herë të parë ndër kryengritjet që ngritën shqiptarët, përfundoi me bisedime. Me 2 gusht vitit 1911 në Podgoricë, dhe sado që ta shikojmë ka rëndësinë e vet se për herë të parë i ulën turqit në Tryezë dhe biseduam me ta. Pra thot, një herë kishte thënë urime 6 prill të gjithë. Atëherë urime edhe për ju, shpresoj që do të takojmë sërish në aktivitetet e tilla, data të rëndësishme që t'i shënojmë të gjithë së bashku sapo të kalojë kjo situatë e krijuar. Faleminderit, po, shpresoj se shpejti do të kalojë, do thotë ti themi kjo gjendje kështu e jashtëzakonshme dhe do të vazhdojmë me datat tjera do thotë të radhës, mirë, po do thotë thjesht është mirë që prapë unë herë të potencoj që nuk harrohet kjo datë dhe shpresoj se sa të ketë malësor shqiptar nuk do të harrohet. Rreth flamurit të përbashkuar, me një dëshirë, një qëllim, të gjitha tje duke u betuar, ta lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve që i largohet, që është i lindur tradheton, kush është burrë nuk frigohet, por vdes si një dëshmor. Prej lufteve që i largohet, që është i lindur tradheton, kush është burrë nuk frigohet, por vdes si një dëshmor. Kam shumë shpresë të Perëndia që të mos jesë më kështu Shqipëria, po të ndritohet, të lullësohet, bashkimi e vllazëria, e njerëzillëku është shpëtimi.
lumë kusht të rinj, pa do të vinj që Shqipëria do të ndritohet, dhe ligësia do të mërgohet, vëllezër shqiptar. Kemi në mes tënë shumë armiq edhe tradhtor. Mos u qoftë të thënë veç që s'kan gjë në dorë, po më dhenë lenë të zhveshur edhe mundohen për botë. Po edhe bota duke qeshur u thotë, po mundohi kotë. Buke më dheu të zëndë të radhëtorët e pabesë, dhe Zoti dërmën u dhëndë, kur mos paqin pjesë, ikni dorë. Ikni dorë, mlilni më të tërpëroj, e mos u bëhi të radhëtor, se më vonë do të pendohi. Po edhe ju ofqin të pabesë, mos bini ma të pjesë. Shqipëria soptot, jo Shqipëria nuk ndërrot, po ju i njini shqiptar, se i keni parë dhe më parë. Po si lini marzit dhe mos luani me kufit, që të kemi miqësin, pse jo, edhe dashurin. Vëllezër shqiptar, të prekim urtësin, të zamodhen e mbare të ngjallin Shqipërin, e ka nderuar Zoti gjithmonë Shqipërin, i shfort mirë që moti do bëhet edhe tani o burra shqiptar, të marrim diturit, se nuk është kohë e parë. Tani lipset dritë, të shkruen gjuhën tënë, kombin të ndritojmë, gjithë që është e qka qenë, nga dalës të mësojmë. O malet e Shqipërisë, dhe ju o lisat e gjatë, fushat gjera me lule, që kam dërmandit edhe natë, ju bregore bukuroshe, dhe ju lument kulluar, quka, kodra, brinje, gërqe, pyet të gjelbëruar, duat këndoj bagëtin, që e mban ju dhe e ushqeni o vëndit e bekuar, ju mandjen ma dëfëreni. Ti Shqipëri, me pënder, me pëmërin shqiptar, zemrën ti ma gatove, plot me dëshire me zjarë. Shqipëri, o mama ime, ndonë se jam i mërguar, dashurin të ndë kur, po kur zemra se ka harruar, po kur dë gjonë zëthën e sëmës, që lënë qëngjë kopeno, a i blegërin dy atërherë, edhe ikën e merdhen, edhe ne i prifshin u dhe njëset, apo 30 vete, edhe ta trambin, a i nuk thet, po shkone me si shi gjete, e ja kështu dhe zemra ime. Më le këtu të kja mua, e vjen me brapa dhe me dëshira tjenë ndërviset e tua, të ki fëryn bariu quras, të kullosin baktia, tek mërsjen sjapi me sile, atje i kam mente mia. Faleminderit. Hajde malsi, gëzuar malsi.
Diasporën ku e kemi përshëndetje për diasporën. Une jam Shqiponja, e bie shkvet në muna, o hej. Jam flamuri që i smajlit, i rinë të koka e varrit, o hej. Jam flamuri që i smajlit, i rinë të koka e varrit. Jam gjoks i gjakosur, i adem jasharit. Une jam Topuzi, i Gjergje Lezalis. Jam Shpata i Skënderbeut, që mbron malet e Shqipëris. Une jam Dardan, Arbreshe i Lirian. Më quajnë Kosovar, por emrin kam shqiptar. O Kosov, emrin ma din, por mbi emrin e kam Shqipëri. O Kosov, emrin ma din, por mbi emrin e kam Shqipëri. I zjartë në lahutën e Malësis. Jam fjalla e kanunit, e lek duka gjinit e arbris. Une jam një strof e bukur e naimit, shkruar mbi malet, fushat edhe brigjet. Jam malli i Serembes, Samiut Jeronimit. Jam shpirti i tyre që në gurbet vazhdon të digjet. Une jam Dardan, Arbreshe i Lirian. Më quajnë Kosovar, por emrin kam shqiptar. O Kosov, emrin ma din, por mbi emrin e kam Shqipëri. O Kosov, emrin ma din, por mbi emrin e kam Shqipëri. Por mizaqil shën bilbili, gjua Shqipe më shungullon, por mbi erë që jep zëmbyli panda zemrën më ngushllon. Ndërkombe tjera, ndërdhena tjera ku e shkoj jetën tash sa mot, veç për ty më rrezemër mjera, e prej madhit derdhi lot. Një këto gjuhë që janë të ndije, janë të bukra me themel, por prap kja, si djedh pa hije, për mutanave ju del. Kege tosk, malësia dhi, janë një komp mu dos durand, fund e maje një Shqipnia e një gjuhë, gjithve në bashkan. Qoft malku kush qet nga trime, dër këto vlazën shoq me shoq, kush e ndan me flake shkrime çka natyra, vet për poq. Jam në prak të varrit, po ju la një mretni të fortë për të mbrojtur, por një pasardhës të pa aftë për nga mosha. Nëse se ju jeni servit të ministrave tuaj dhe lajkave të tyne, nuk do të vënoj dhe çdo gjë do të përmbyset. Saktoni vëndshkrimet në gjithë perandorin, do të shkruaj njerëzit pa droje gjithë shka që i mundën. Edhe familjarve të bërtarve tuaj edhe aty, se shumë gjana ata i bajnë në pretekstin e drejtësisë e domosdoshmërisë. Por çdo gjë kësirë një ju vetë.
se çka shkruajnë e çka thonë. Edhe magjistari, edhe kleriku, nëse nuk janë të denjë dhe janë tradhtar, varini në shtyllë, e do të shihni se pasardhësi i tyre do të jetë i drejtë e njerëzishëm. Kur të vinin pushtet, këshirni për drejtësi, se drejtësia është themeli i gjitha virtyteve. Ju do të delni Zot zanatlive, se ata janë njerëzit më të dobishëm të mbretërisë. Ata do të kestrajtohen prej pasanikëve, por ju atyne duhet të delni Zot. Jini të butë e zemërgjanë, punoni që të rritni kombin. Mos këshirni me përdor shpion për me pa administrimin tuaj. Ju punoni drejt. Punoni drejt, atëherë të flasin kush çka të donë, e të shkruajnë kush çka të donë. Anëmiku do të përdorin gjithmonë për çamjen tuaj, nëse se mundet, se ashtu do të shtypin mas letit. Por ju duhet t'jeni të vendosur, me i dasht atë dheu, me i dasht popullin tuaj, edhe me i dalë Zot gjithmonë. Dielli, që është shëmbëllim i Perëndisë, ndriçon si për turkun, si për të krishterën. Zoti njerëzit i fali për lumturinë e njëri tjetrit. Ecni përpara e delni Zot atë dheu gjithmonë. Jeta i qon fjall krali
veç don vetin me sunduet, se Shqipnia nuk don tjetër, veç don vetin me sunduet. O, moj Shqipni, e mjera Shqipni, kusht ka qit me kryn hi, je ke pas qen një zonjë rand, burrat e dheu të thirrshin nan, ke pas shumë të mira e shumë begati, me vajzat bukra me djemtri, ja e ven shumë, ara e bashtina me armë të bardha me push ladina, me burra trima me gratë të lira, ti ndër gjithë shoqet ke qenë maj mira. O sot Shqipni, o më thuj si je, o si kur lisi i rëzum për dhe. Shkon shqiptari Sipri me kam të shklet, e një fjal të ambël kërkus të flet, si mal me bor, si fush me lule ke pas ken veshun, sot jem me crule, est kam metun, as emën, as bes, veti kena prish për faqet zez. Shqiptar, ndër vllazën jeni tu vra, kret jeni coptu, jeni shpërnda, ca thon kena fe, ca thon kena din, njeni jam turk, tjetri latin, do quhen grek, shkjeti sa tjerë, o jeni vëllezër të gjithë mërë të mjerë. Vjen shqiptari zi, ju shtrohet në votër, ju rëmben vajz, ju rëmben motër. E qanë sot trimnia, qanë bashkë me ne, sera Shqipnia me faqen dhe, e si kamet as buk, as hiq, as zjarm në votër, as drit, as pish, as gjak në rfaqe, as nder në shok, por as tërzumun, as bamun trok. Oh, mblidhun ju varza, mblidhun ju gra, me ata sytë bukur që dini me qa. Qani ju vajtoni Shqipnin e mjerë, që kam bete shkret pa emër pander, që kam bete vesi gru pa bur, si nan që djal nuk pati kur. Kujti ban zemra, me lan me dek, këtë farë trimneshe që sot a shmek, këtë nan të vujtun, a do t'alam që shqiptarin yt, ta shklas me kam, jo, jo kur! Këtë marë, as kush se do, këtë faqet zez, gjithë kush malko, qonju shqiptar, prej gjumit, qonju! Gjithë si vllazën, një bes shtërngonju, e mos braktisni jo, kisha e xhamia, veç e para fe për shqiptarin, a shqiptaria.
edhe hana do t'ja di, edhe dielli do t'ket pa se për qark kësaj rrogullie, si Shqipnia ma bukur s'ka. Ty, ma i bukur Lulzon Prilli, janë më të këndshme Stina e Moti. Në ty Bilbili, pale dielli, kënon ma amël të madhit Zot. Pa ty lules si vjenera, pa ty pema frit nuk bjen, mu pa ty nuk m'del pranvera, pa ty dielli nuk shkëlqen. Sa t'kem frym me ligjëru, e sa gjallë në jetë unë jam, kur Shqipni s'kam me t'harru, edhe në varë me t'përmen kam. Rënofsh e kjofsh pra moj Shqipni, rënofsh e kjofsh gjithmonë si vera, e me dije me liri, për jetë jetës të rënof të ndera.
pik ty ton që helmetan, mos mutur me bajonetan, mos ma shkel derën me nëzor, mos mi kthe pak me vor, bam shandor push ken me kape, ti kom sara jet plak, shkat kom gjetos dino me thar, se jenë malsor për bestamon, shkat kom gjetos dino me thar, se jenë malsor për bestamon. Që mojnë malet e ti trollit, doj me u quhera prej vorit, me ja jep prangat vatonit, mja ty qafën slobodanit, kura shkret don me ja lan, se drit në djelit o ja kanë zan, ton manësi janë gjako do t'lahet, kur shqiptari shka nuk bërë. Por si kana e zogu të verës, kur vallëzon në blerim të përillit, por si i ëmbli fladjerës, kur i lmon gjide të rënafillit, por si vala e bregu detit, por si gjama rthes gjetare, e si ushtima ti tërmetit, njashtu është gjua jonë shqiptare. Ashtë e ambël fjala saj, por si gjumi një karthi, por si drita plotusdaj, e por si gazi i pa mashtri. Pra, mallkunja i birë shqiptari, që këtë gjuhë të përëndis, të rashëgim që në lej pari, të rashëgim nuk jalen edhe i fmis. Edhe ati ju thaf po goja që e përbus këtë gjuhë hinore, që në gjutë huj, kur nuk ashtë nevoja flet, e të vetën e len pastore. Po për në gjuhë shqipe në anatona, që shprej djepit në kanë thanun se ashtë një zot që do të dona. Njatë që jetën në ka falun, po edhe shqip në thanë, se zoti për shqiptar shqipnin e fali, e sa tendet stina moti, do të gëzojnë të djallë pas djallë pra shqiptar, të gjdo fesje tjeni, apo ge këtos malësi qyteta, gjuhën tuj, kur Mostalini? Mostalini sa tjeta, po për te gjithmonë punoni, se sa të keni gjuhën tuj, fisi ju i vandi e zakoni, kanë më majtë larë kamës huj, po për në gjuhë shqipe bota marë, ka më njofë se që fisi ju jeni, ka më njofë ju për shqiptar, trima në zanë, si kur se jeni, për andaj pra, ne do një fisin, kodra fusha, malësia, prej një goje sot brohorisin me zatë fort, rënaf, Shqipnia.
Dhe zëllullit vrapa ndal Komandantve nafqën fjall Thirën trimat e malsis Turkut luften me janis Turkut luften me janis Një flamur I lirë do t'ngritet Në bratil në shekër ngritjet Një flamur I lirë valon Në dhe qisin I shqipoj Në dhe qisin I shqipoj Dridhen fushës e moj male Kjo do këshitet as nuk muale Luft me shekuj për liri E zëllull heroj shqipnis E zëllull heroj malësi Zjaku rjell por si ndal burat Komandantin des qënuj ka
Për liri Shqiponjat vritën, se me zgjak nisën krëngritjen. Ndërgut pasha me ushtri, në Vuksaleka i pas kam sy, në Vuksaleka i pas kam sy. Por malsi e ka lju besën, për këtë role japim jetën. Por malsia bes kalan, për këtë do vdesim të tan, për këtë do vdesim të tan. Drillën fushë që mojnë male, kjo të këshitet as nuk fale. Lup me shekuj për liri, dhe zdo lull heroj Shqipnis, dhe zdo lull heroj malësi. Gjaku rjell por si ndal burran, komandantin tensionuj ka. U tret burra dhe t'malsis, dhe kja sot është për liri, dhe kja sot është për liri. Drillën fushë që mojnë male, kjo të këshitet as nuk fale. Lup me shekuj për liri, dhe zdo lull heroj Shqipnis, dhe zdo lull heroj malësi. Gjaku rjell por si ndal burran, komandantin tensionuj ka. U tret burra dhe t'malsis, dhe kja sot është për liri, dhe kja sot është për liri. Por si kanga e zogut verës, që vallzon blërim të pridhit, por si ambli fladierës, që lmon gjitë të rëndafilit, por si vala e bregut detit, por si gjama rfes gjitare, por si ushtima e një tërmeti, njashtua gjua janë shqiptare. Pra, mallkunja i birë shqiptari, që këtë gjuhë të përëndis, trashikim që në lej pari, trashikim si alena i fmis. Edhe ati ju thaft pogoja, që përbuz këtë gjuhë hynjore, që në gjuhë të huj kur sa është nevoja flet edhe vetën e len masdore. Në gjuhë shqipe, nana tona, që prej djepi në kanë thanë, se është një zot që do t'a dona, njatë që jetën në ka dhanë. Edhe shqip në thanë se zoti për shqiptar Shqipnin e fali, se sot endet stina e moti do t'a gëzojnë këta djal mas djali.
turko me turko me Shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me ne, në vazhdim do të keni mundësi, pra në orën 20 që të ndjekni filmin dokumentar Burrat e Dëgjiqt. Dëshiroj që edhe një herë të uroj këtë festë dhe i përjetshëm qoftë kujtimi atyre që dhanë jetën për liri, kombë edhe shtet shqiptar. Faleminderit që jeni me ne.